Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ma ba'd. Të nderuar vëllezër dhe motra, Zoti i gjithësisë e ka krijuar njeriu në formë më të bukur të përsosur. I ka vendosur atij një organ që quhet zemra. Nëse ky organ e don shumë një krijes apo njeri, ai e përmend shumë me gjuhën e tij. Pa diskutim që Zoti i gjithësisë në muajin e begat Ramazanit i shpërblen punët e mira me shumë fish. Një nga punët e mira është pikërisht përmendja e Zotit të gjithësisë. Nëse njeriu e ka Zotin në zemër, duhet ta përmendë sa më shumë me gjuhën e tij. Dhe nga punët më me vlerë, pikërisht në muajin e begat Ramazanit, është përmendja e Zotit të gjithësisë vazhdimisht. Allahu më shumë thotë në Kur'an: Ja ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. O që keni besuar, përmendja e Zotit të gjithësisë me përmendje të shumtë. Sepse nëse përmend shumë Zotin e gjithësisë, pa diskutim tregon që ti e don shumë atë. Pejgamberi alayhis salam thotë një hadith: a doni t'ju tregoj për punën më të mirë, për fitimin më të lartë, për gradën më të lartë, për fitimin më shumë se sa shpenzimi i arit dhe argjendit, madje më shumë se sa edhe takimi me armikun? I thanë, po si o pejgamberi i Zotit? Ai tha, përmendja e Zotit. Pra puna më e lartë që e ka pikërisht përmendja Allahu xhelle xhelalu. Gjithashtu Allah më thot në një pjesë tjetër të Kuranit, ku thot: Ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Me të vërtetë, me përmendjen e Zotit qetësohen zemrat. Sepse duke përmend Allahun xhelle xhelalu, do thotë që ti e don shumë atë. Do thotë që zemra jote qetësohet nga dashuria që ke për të. Nga fjalët që ne përmendim vazhdimisht e përmendjes Zotit, janë të shumta. Për tyre është fjala Subhanallah, Elhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah, La hawla wala quwwata illa billah, edhe shumë fjalë të tjera. Pikërisht me këto fjalë përmendë Zotin që zemra jote qetësohet. E sa shumë është shpërblimi në këto ditë. I nderuar vëlla dhe motor, përmendë sa më shumë Zotin në këto ditë bekura që të marrësh shpërblimin e madh. Zoti pranoft, Zoti shpërblet. Ramadan